Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ngërçi politik po mban pezull edhe më tej funksionimin e institucioneve të reja të vendit ton. Takimi I fundit mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike u tha se hapi mundësinë për një afrim politik, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete. Grupi parlamentar I Partisë Demokratike të Kosovës ka njoftuar se sot nga ora 11 do t'jetë në sallën e Kuvendit të Kosovës në vazhdën e kërkesës për vazhdimin e seancës konstituive dhe konstituimin e Kuvendit. Njohësit e politikës kërkojnë që partitë të vendosin interesin e qytetarëve mbi kalkulimet politike dhe të gjejnë sa më shpejt një zgjidhje për krijimin e institucioneve. Në mediat serbe dhe ato ruse vazhdon të propagandohet për situatën në Kosovë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Azarova ditë më parë ka pretenduar se serbët që jetojnë në Kosovë po friksohen, torturohen e largohen nga shtëpitë e tyre. Ndërsa një lajm I publikuar së fundmi në portalin Kosova Online ngre po ashtu të njëjtat pretendime. Por pamjet nga Graçanica dhe Veriu Kosovës tregojnë qytetarë që vazhdojnë aktivitetet e tyre të përditshme. Ekspertët vlerësojnë se raportimet në mediat serbe dhe ruse përbëjnë narrativa që synojnë të paraqesin situatën në Kosovë si krizë etnike. Sipas tyre, veprimet e institucioneve në veri lidhen me shtrirjen e rendit dhe sundimit të ligjit, ndërsa incidentet duhet të trajtohen veçmas dhe jo të përdoren për të nxitur tensione. Ka vdekur polici nga Malisheva Altin Kryeziu, I cili ditë më parë ishte aksidentuar gjatë kryerjes së detyrës. Kryeziu prej disa ditësh ishte në gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë e lëndimeve të marra në aksident. Familjarët e të ndjerit kanë njoftuar se Altini do të varroset të hënën në orën 17 në varrezat e fshatit Bubavec. Kryetari I komunës së Malishevës Ekrem Kastrati ka thënë se vdekja e kryeziut është një humbje e madhe për familjen e tij, por edhe për policinë e Kosovës. Edhe sindikata e policisë ka ngushëlluar familjen e policit Altin Kryeziu. Ndërkohë, ushtruesja detyrës së presidentës Albulena Xhiu dhe ministri në detyrë I punëve të brendshme Xhelal Sfeqla kanë shprehur ngushëllimet për familjen e zyrtarit policor Altin Kryeziu, I cili vdiq nga plagët e marra në një aksident komunikacioni gjatë kryerjes së detyrës. Ata vlerësuan kontributin dhe përkushtimin e tij në shërbim të qytetarëve, ndërsa Sfeqla bëri thirrje për kujdes dhe përgjegjësi në komunikacion. Nga janari deri në fund të korrikut, në vendin ton janë regjistruar 45 aksidente me fatalitet. Ekspertët vlerësojnë se parandalimi I aksidenteve kërkon masa të vazhdueshme nga kontrolli I shpejtësisë dhe respektimi I rregullave të trafikut deri te përmirësimi I infrastrukturës dhe vetëdijsimi I pjesëmarrësve në komunikacion. Ndërkohë, policia në Ferizaj ka shtuar patrollimet me motocikleta dhe bicikleta, veçanërisht në zonat ku ka ngarkesë më të madhe në trafik. Sipas policisë, këto patrollime mundësojnë reagim më të shpejtë dhe kanë ndikuar në ruajtjen e sigurisë në komunikacion. Ekspertët vlerësojnë se patrollimet me bicikleta e motocikleta janë të rëndësishme për parandalimin e shkeljeve dhe aksidenteve, sidomos në zonat urbane. Në shkollën Emin Duraku në Prishtinë, kthimi I teksteve shkollore në fund të vitit është kusht për përfundimin e procesit mësimor. Drejtoria thotë se rreth 80% e nxënësve I kanë kthyer librat. Sipas Ministrisë së Arsimit, tekstet e subvencionuara nuk janë pronë personale dhe duhet të kthehen në shkollë, ndërsa dëmtimi apo humbja e tyre duhet të kompensohet nga prindërit. Njohësit e arsimit thonë se problemi kryesor mbetet zbatimi I këtij rregulli, ndërsa Këshilli I Prindërve përmend edhe cilësinë e dobët të disa teksteve.
Vazhdojmë me një lajm tjetër. Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit njofton se sot do të kufizohet përkohësisht qarkullimi automjeteve të transportit të mallrave mbi 20 ton autoudhë për shkak të temperaturave që pritet të arrijnë 32 gradë Celsius ose më shumë. Në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse, qarkullimi lejohet pa kufizime. Nga masa përjashtohen automjetet emergjencës, organeve të rendit dhe institucioneve shëndetësore. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë mirupafshim.